Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në rrugën Artan Lenja në kryeqytet, ku një punonjës e OSH është dënuar fizikisht nga një shteta zgjat kontrollit të sahatit e energjisë elektrike në një lokal. 37 vjeçaria Rubena Hasa, e cila mbante detyrën e faturistes në operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike në Tiranë, është sulmuar papritur dhe me forcë nga 38 vjeçari Spartak Cara, pasi kishte shkuar për të kryer detyrën e saj të zakonshme. Sipas informacioneve të siguruara nga policia, Cara ka reaguar me dhunë duke e goditur Hasën me sende të forta, pavarësisht përpjekjeve të saj për të shpjeguar se po kryente vetëm një kontroll rutinë të sahatit. Pas sulmit, Cara ka ikur nga vendi i ngjarjes, ndërsa policia ka nisur një hetim të shpejtë dhe ka ndaluar 30 vjeçarin, që dyshohet se ka ndihmuar autorin të largohet. Më pas, forcat e rendit kanë arrestuar edhe një 28 vjeçar me iniciale LM, i cili ka ndihmuar për largimin e autorit. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim autorin kryesor të ngjarjes, Spartak Cara, i cili akuzohet për dhunë ndaj punonjësit të shtetit dhe shkelje të rregullave të detyrës. Ndërkohë, organet e rendit po vijojnë kontrollet intensive dhe kërkimet për të kapur dhe arrestuar autorin. Materialet për këtë rast janë referuar prokurorisë për veprimet të mëtejshme, ndërsa gjithashtu janë duke u shqyrtuar dëshmitë dhe provat e tjera që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes.